Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 15 shkurt dhe ne si çdo ditë do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë me ngjarjet më të rëndësishme të datës 15 shkurt dhe në këtë ditë shekuj më parë filozofi grek Sokrati dënohej me vdekje, ndërsa në një laborator italian një djalosh i quajtur Galileo Galilei do të hillte hapat e tij të parë drejt një revolucioni shkencor që do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si e shohim ne universin. Në vitin 1898 në brigjet e Havanës, anija USS Maine shpërtheu në rrethana misterioze duke ndezur fitilin e luftës spanjollo-amerikane. Ndërkohë në luftën e dytë botërore, Singapori dorëzohej përballë forcave japoneze, një ngjarje që tronditi perandërinë britanike. Dhe pak më afër kohëve tona, në vitin 2005, 3 ish-punonjës të PayPal-it krijuan një platformë që të ndryshonte mënyrën si konsumoj median. YouTube u bë realitet. Por kjo datë nuk ka qenë vetëm dëshmitare e ngjarjeve të mëdha, por gjithashtu dhe e lindjeve të figurave që ndanë gjurmë të pashlyeshme në histori. Galileo Galilei, njeriu që guxoi të shikonte përtej yjeve, lindi më 15 shkurt të vitit 1564. Në këtë ditë erdhi në jetë dhe Susan B. Anthony, gruaja e cila luftoi për të drejtat e grave në Amerikë. Një tjetër personalitet i rëndësishëm ishte Jane Seymour, aktoreja që bëri për vete ekranin e madh me talentin e saj të padiskutueshëm. Po ashtu, si çdo histori që ka dhe fillimin, ajo ka dhe fundin. Më 15 shkurt, bota humbi njerëz të mëdhenj si Nat King Cole, zëri i ëmbël i muzikës amerikane, por gjithashtu Richard Feynman, fizikanti i gjeni që na mësoi të shohim botën ndryshe, ndroi jetë. Do t'ju ftoj tani të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Portokallet janë ndër agrumet më të njohura e vlerësuara, jo vetëm për shijen, por edhe për vlerat ushqyese. Përfitimet që marrin nga agrumet janë shumë dhe përfshin shumë aspekte të shëndetit. Vitamina C është ajo që di më shumë për portokallin, por kjo nuk është vlera e saj e vetme. Disa arsye më shumë për të konsumuar portokallin. Portokallet janë të pasura me element shumë që kanë efekte citotoksik kundër qelizave të kancerit. Nga studimet e fundit, besohet se agrumet janë një gjendje për të luftuar tumoret e lokalizuara në mushkëri, lëkurë, stomak dhe zor. Ndikojnë dukshëm në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në trup, prania e cilit reduktohet për shkak të sasisë së lartë të fibrave të tretshme të pranishme tek agrumet. Prania e lartë e vitaminës C tek portokalli lufton radikalet e lira, të cilat konsiderohen përgjegjës për disa sëmundje kronike, ndër të cilat dhe disa forma të kancerit dhe disa çrregullime kardiovaskulare. Pirja e lëngut të portokallit na ndihmon për të mbajtur veshkat dhe për të zvogëluar rrezikun e kurve në to. Përmbajtja e kaliumit tek portokalli është një alat i mirë për mbrojtjen e zemrës, duke pasur parasysh faktin se në mungesë e mundshme mund të çojë në ndryshimin e ritmit kardiak, të njohur si aritmi. Lëkura e portokallit është e pasur me beta-karoten, e cila na ndihmon për të mbrojtur qelizat nga plakja. Vlerat ushqyese, karbohidrate, fibra dietike, acide organike, ujë, mono dhe disakaride, vitamina A, B1, B2, B5, B6, B9 dhe C, minerale, kalcium, magnez, natrium, kalium, fosfor, klor, sulfur, hekur, zink, jod, bakër, mangan, fluor, kobalt. Sido që të jetë, portokalli ka disa anë negative. Fakti se është vitamina C dhe ka acide, të cilat janë të dobishme për shumicën e njerëzve të shëndetshëm, por për disa të tjerë janë një problem i madh, nga ata që vuajnë nga forma të ndryshme të ulcerave të stomakut. Gjithashtu, disa njerëz janë të prirur ndaj reaksioneve alergjike, pasi agrumet janë ndër ushqimet kryesore që shkaktojnë alergji. Për biografinë e sotme do të flasim për njeriu që e ktheu shkencën në art, pikërisht për Richard Feynman,
Ishte një djalosh i çuditshëm nga Queens, New York, një fëmijë që ndërsa të tjerët lëndronin me top në rrugicat e lagjes, kërmonte në thellësitë e matematikës dhe elektricitetit. Richard Feynman, i lindur më 11 maj 1918, nuk ishte një fëmijë si gjithë të tjerët. Ai donte të kuptonte jo vetëm se çfarë ndodhte në botë, por pse ndodhte. Dhe kjo kurreshti e pangopur do ta shndërronte atë në njërin prej mendjeve më të ndritura të shekullit 20. Feynman nisi rrugtimin e tij akademik në MIT dhe më pas në Princeton, ku menjëherë në sy për mënyrën e tij ndryshe të menduarit. Ishte një mendje brillante, por edhe një shpirt i lirë. Nuk e duronte formalitetin e panevojshëm dhe shquhej për humorin e tij të mpret. Fizika për të nuk ishte vetëm teori, ishte një lojë, një mister që duhej zgjidhur me kreativitet. Në kulmin e luftës së dytë botërore, Feynman u bë pjesë e projektit Manhattan, ku ndihmoi në zhvillimin e bombës atomike. Por ndryshe nga shumë kolegë të tij, ai e kuptoi shpejt barrën e rënd morale që mbante mbi supe. Kur bomba ra mbi Hiroshima dhe Nagasaki, ai e ndjeu se ishte pjesë e një kapitulli të errët të historisë njerëzore. Pas luftës, Feynman u bë profesor në Institutin e Teknologjisë së Kalifornisë, ku shkëlqeu jo vetëm si shkencëtar, por edhe si mësues. Ligjëratat e tij ishin ndryshe nga çdo kusht tjetër. Ai nuk mbushte tabelën me formula të thata, por përdorte histori, humor dhe një qasje të thjeshtëzuar për të shpjeguar konceptet më komplekse të fizikës. Nëse nuk mund ta shpjegosh diçka në mënyrë të thjeshtë, atëherë nuk e kupton vërtet. Ky ishte një nga parimet e tij kryesore. Ai zhvilloi mënyrën se si shpjegoi mekanika kuantike, duke prezantuar diagramat e Feynmanit, një metodë vizuale që e bëri më të kuptueshëm ndërveprimin e grimcave subatomike. Për këtë kontribut, në vitin 1965, ai fitoi çmimin Nobel në fizik, por për të çmimi nuk kishte rëndësi. E rëndësishme ishte argëtimi në eksplorimin e universit. Jeta e Feynmanit nuk ishte vetëm ekuacione dhe eksperimente. Ai ishte një i dashur i muzikës dhe madje një baterist i pasionuar që performonte në klubet e Rio de Janeiros. Ai mësoi të vizatonte, i tërhequr nga bukuria e formave dhe hyjëzimeve. Dhe ndryshe nga shumë akademikë të epokës së tij, ai besonte se shkenca dhe arti nuk kishin dy botë të ndara, por dy mënyra të ndryshme për të parë të njëjtën mrekulli. Por jeta nuk ishte gjithmonë e lehtë për të. Ai humbi gruan e tij të parë Arline nga tuberkulozi, një humbje që e shkatroi emocionalisht, por megjithatë në vend që të dorëzohej, ai e ktheu dhimbjen në forcë duke vazhduar eksplorimet e tij në shkencë, duke mbetur një frymëzim për brezat e ardhshëm. Në vitet e fundit të jetës, Feynman u përfshi në hetimin e shpërtimit të Challenge-it në vitin 1986, ku me thjeshtësinë e tij gjeniale arriti të shpjegonte shkakun e tragjedisë, një eksperiment të thjeshtë me një unas gome dhe një gotë me ujë të ftohtë. Richard Feynman ndroi jetë më 15 shkurt 1988, por filozofia e tij mbeti e gjallë. Ai nuk ishte thjesht një fizikant, ai ishte një eksplorues i gjithçkaje, një njeri që e kuptoi se kurioziteti nuk ka kufi. Fyodor Dostojevski, lindur më 11 nëntor 1821, vdik më 28 janar 1881, ndonjëherë i translituar si Dostojevski, ishte një romancier, shkrimtar i tregimeve të shkurtra, eseist dhe gazetar rus. Veprat letrare të Dostojevskit eksplorojnë gjendjen njerëzore në atmosferat e trazuara politike, sociale dhe shpirtërore të Rusisë të shekullit të 19 dhe përfshihen me një sër temash filozofike dhe fetare. Romanet e tij më të vlerësuara përfshin Krim dhe ndërshkrim, 1866, Idiot, 1869, Demon, 1872 dhe Vëllezërit Karamazov, 1880. 1864 e tij telenovela Shënime nga nën toka konsiderohet të jetë një nga veprat e para të letërsisë ekzistenciale. Kritik të shumt letrar e konsiderojnë atë si një nga romancierët më të mëdhenj në të gjithë historinë botërore, pasi shumë prej veprave të tij konsiderohen kryevepr shumë me ndikim. I lindur në Moskë në 1821, Dostojevski u njoh me letërsinë që në moshë të re përmes parallave dhe legjendave, si dhe përmes librave të autorëve rus dhe të huaj. Nëna e tij vdik në 1837, kur ai ishte 15 vjeç, dhe në të njëjtën kohë ai la shkollën për të hyrë në Institutin e Inxhinierisë Ushtarake Nikolaev. Pas diplomimit, ai punoi si inxhinier dhe për një kohë të shkurtër shijoi një mënyrë jetese luksoze, duke përkthyer libra për të fituar para shtesë. Në mesin e viteve 1840, ai shkroi romanin e tij të parë, Pur Folk, i cili e bëri të hynte në rrethet letrare në Shën Petersburg. Megjithatë, ai u arrestua në 1849
për shkak se i përkiste një grupi letrar, Rrethi Petrashevsky, që diskutonte libra të ndaluar që të kritikonin Rusia raciste. Dostojevski u dënua me vdekje, por dënimi u zbut në momentin e fundit. Ai kaloi 4 vjet në një kamp burgu siberian, pasuar nga 6 vjet shërbim të detyrueshëm ushtarak në mërgim. Në vitet në vijim, Dostojevski punoi si gazetar, duke botuar dhe redaktuar disa revista të tij dhe më vonë Ditari i shkrimtarit, një përmbledhje e shkrimeve të tij. Ai filloi të udhëtonte nëpër Europën perëndimore dhe zhvilloi një varësi nga Bigjozi, gjë që çoi në vështirësi financiare. Pas një farë kohe, ati u desh të lypte për para, por më në fund u bë një nga shkrimtarët rus më të lexuar dhe më të vlerësuar. Puna e Dostojevskit përbëhet nga 13 romane, 3 novela, 17 tregime të shkurtra dhe shumë vepra të tjera. Shkrimet e tij u lexuan gjërësisht si brenda dhe jashtë urësisë së tij të lindjes dhe ndikuan në një numër po aq të madh shkrimtarësh të mëvonshëm, duke përfshirë rusët si Aleksandr Solzhenitsyn dhe Anton Chekhov, filozofët Friedrich Nietzsche dhe Jean-Paul Sartre. Librat e tij janë përkthyer në më shumë se 170 gjuhë dhe ka shërbyer si frymëzim për shumë filma. Do të vëmë rubrikën Kuriozitete, ku sot të flasim për lumin Timavo. Në botën e gjeografisë ka shumë fenomene të çuditshme, por një nga më të veçantët është lumi Timavo, një lum që luan ku ka fsheti me natyrën. Ky lum i vogël por misterioz kalon përmes Slovenisë dhe Italisë, duke sfiduar rregullat klasike të hidrografisë, sepse një pjesë e madhe e tij rrjedh plotësisht nën tokë. Timavo fillon udhëtimin e tij në Sloveni, ku buron me emrin Reka në rajonin e Karstit. Por një pjesë të mirë të rrjedhës së tij, ai duket si çdo lum tjetër, shkon përpara, furnizon bimësinë dhe rrjedh përgjatë peizazhit. Por pastaj ndodh diçka e pabesueshme. Në një moment, lumi vendoset të zhduket, duke u zhytur në sipërfaqe tek shpellat e famshme të Skocisë në Sloveni. Pasi zhduket, lumi vazhdon rrjedhën e tij për 38 kilometra nën tokë përmes një rrjeti të ndërlikuar shpellash dhe kanalesh gëlqerore. Ky fenomen është rezultati i relievit karstik, një lloj terreni gëlqeror që krijon shpella dhe kanale natyrore, duke e bërë të mundur këtë rrjedhje nëntoksore. Shkencëtarët kanë studuar për vite me radhë këtë segment të lumit, por për shkak të natyrës së ndërlikuar të shpatave nëntoksore, disa pjesë të tij janë ende një mister. Pas kësaj aventure nën tokë, Timavo rishfaqet në mënyrë të papritur pranë qytetit Duino në Itali, vetëm pak kilometra larg detit Adriatik. Pasi del në sipërfaqe, ai nuk udhëton gjatë, vetëm disa kilometra më vonë, lumi derdhet në det, duke përfunduar një udhëtim të jashtëzakonshëm që është studiuar për shekuj nga gjeologët dhe hidrologët. Ky lum nuk është i famshëm vetëm për karakteristikat e tij unike gjeologjike, por edhe për mitet dhe legjendat që e rrethojnë, që në kohët e lashta romakët besonin se lumi ishte një portë drejt botës së nëntokës dhe adhuronin si një entitet i shenjtë. Madje Virgjili, poeti i madh latin, e përmend Timavo në veprën e tij Eneida, duke e përshkruar si një lum i fuqishëm me burime të shumta që derdhen në det. YouTube është një platformë globale për ndarjen e videove dhe medjeve sociale në internet me selinë në San Bruno, Kaliforni. U lançua më 14 shkurt 2005 nga Steve Chen, Kat Hawley dhe Javed Karim. Ai është në pronësit në Google dhe është webfaqja e dytë më e vizituar pas Google Search. YouTube ka më shumë se 2.5 miliard përdorues mujor, të cilët kolektivisht shikojnë më shumë se 1 miliard orë video çdo ditë, që nga maj 2019 videot po ngarkoheshin me një ritëm prej më shumë se 500 orë përmbajtje në minutë. Në tetor 2006, YouTube u ble nga Google për 1.65 miliard dollar. Pronësia e Google mbi YouTube zgjeroi modelin e biznesit së faqes, duke u zgjeruar nga gjenerimi të ardhurave vetëm nga reklamat, në ofrimin e përmbajtjes me pagesë si filmat dhe përmbajtjet ekskluzive të prodhuara nga YouTube. Ai gjithashtu ofron YouTube Premium, një opsion abonimi me pagesë për të parë përmbajtje pa reklama. YouTube gjithashtu miratoi krijuesit për të marrë pjesë në programin AdSense të Google, i cili kërkon të gjenerojë më shumë të ardhura për të dyja palët. YouTube raportoi të ardhura prej 19.8 miliard dollar në vitin 2020. Në vitin 2021, të ardhurat vjetore të YouTube nga reklamat u rritën në 28.8 miliard dollar,
që nga blerja e tij nga Google, YouTube është zgjeruar përtej sajtit bazë të aplikacioneve celulare, televizion në rrjet dhe aftësinë për t'u lidhur me platforma të tjera. Kategoritë e videove në YouTube përfshin video muzikore, videoklipe, lajme, filma të shkurtër, filma artistik, dokumentar, regjistrime audio, trailera filmash, ngacmime, transmetime të drejtë për drejta, vlog dhe më shumë. Shumica e përmbajtjeve gjenerohen nga individ, duke përfshirë bashkëpunimet midis përdoruesve të YouTube dhe sponsorët e korporatave. Korporatat e themeluara mediatike si Disney, Paramount dhe Warner Bros. Discovery gjithashtu kanë krijuar dhe zgjeruar kanalet e tyre të korporatave në YouTube për të reklamuar në një audiencë më të madhe. YouTube ka pasur një ndikim social të paprecedent, duke ndikuar në kulturën popullore, tendencat e internetit dhe duke krijuar të famshëm multimilioner. Me gjithë rritjen dhe suksesin e tij, YouTube është kritikuar gjërësisht. Kritika nga YouTube përfshin faqet e internetit që përdoret për të lehtësuar përhapjen e dezinformatave, çështjet e të drejtave të autorit, shkeljet rutinë të privatësisë së përdoruesve të tij, duke mundsuar censurën, udhëzimet e tyre dhe mënyrën se si ato zbatohen, si dhe rrezikimin e sigurisë dhe mirëqenies së fëmijëve. Tani u të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 15 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me rreshje të dendura shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje të përhapura, ndërsa në disa zona priten intervale me rreshje më intensive. Pasditja vijon me rreshje shiu dhe vranësira të shpeshta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell për shkak të mbizotërimit të vranësirave dhe rreshjeve. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 15 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:29 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Tani u të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 15 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me rreshje të dendura shiu në shumicën e territorit. Paraditja do të jetë me rreshje të përhapura, ndërsa pasditja vijon me rreshje intensive në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 15 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:26 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:13 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 10 gradë Celsius.
Podujev, -1 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 10 gradë Celsius. Pej, 2 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 10 gradë Celsius. Malishev, 1 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 1 deri në 12 gradë Celsius. Suharek, 3 deri në 12 gradë Celsius. Prizren, 2 deri në 12 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë të rishimi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirë takofshim.